Dashur shikues të Radio Televizionit Tiriria, kam kënaqësi që po takohemi sot pak më ndryshe. Do të fillojmë inshallah një emision të ri, më shumë se llaf, që qëllimi i këtij emisioni është të bashkëbisedojmë, të ndajmë përvojat të jetës, sepse të dashur shikues, përvojat janë mësuesi më i mirë. E kemi vendosur të realizojmë këtë emision për faktin që të synojmë të ofrojmë sa më shumë pozitivitet, të krijojmë lidhje emocionale me njëri tjetrin, të përfitojmë nga njëri tjetri. Ma shumë se llaf nuk ka me qenë vetëm llaf, por ka me qenë reflektim, ndryshim i mendjeve, edhe ndoshta qetësi për të gjitha zemrat që na përcjellin. Bëj një prezantim të vetës për gjitha ata që nuk e kanë rastin më njoft. Unë jam nga Nimeta Ademi Bytyqi, jam prej një fshatit komunës e Vitis, nga fshati Skifteraj, nuse e Drenasit. Shkollën fillore kam kryer në fshat, shkollën e mesme kam kryer në qytetin e bukur Gjilanit, në shkollën Aslan Elezin, shkollën e mjekësisë, për të vazhduar kështu studimet në fakultetin filozofik, në degën e sociologjisë, edhe fakultetin bazë, po edhe studimet master. Gjatë jetës kam pas aventura të ndryshme, kam qenë shumë ambicioze, prej shkollës fillore jam marrë me artin e shkrimit, të interpretimit të poezive të ndryshme, recitaleve të ndryshme, e deri te dramat e vallet. Do më thonë artin e kam pas gjithmonë në shpirt. Një kohë kam pa uzu, kam pas një nevojë shpirtërore për me qenë ma shumë me u marrë me vetën, edhe elhamdulillah ka reflektu pozitivisht në jetën time. Mandej u kam rikthy prap shkrimit, edhe si rezultat i atij rikthimi i kam shkruar edhe 4 libra, prej të cilave të gjitha janë libra për fëmijë, prej shkollës ullët fillore, do më thonë klasëve të treta, ndoshta edhe të katërta, e deri në shkollën e mesme, sepse kam konsideruar që është me rëndësi të kontribuojmë për gjeneratat e reja. Të dashur shikues, për mua ka me qenë shumë kënaqësi që në këtë emision të drejt për drejt ma shumë se llaf, kam i prit telefonatat tuaja në 046 22 0022, ku mund të telefonani, të ndani diçka me neve, po në anën tjetër edhe për gjithë ata që ngurrojnë me fol, mundën edhe me shkru. Të dashur shikues, pse e kemi menduar ndoshta këtë emision prej nevojës shpirtërore temën, me komuniku me juve, në radhë të parë, në anën tjetër për me kuptu që jeta është një rrugtim, që fillon prej momentit të lindjes edhe përfundon me vdekjen. Ka momente të vështira në jetë, edhe ka momente të gëzueshme në jetë. Ndonjëherë them që më pëlqen me krahasu jetën me skenën e teatrit, ose me filmin. Ne thjesht në këtë jetë jemi aktor. Është dikush tjetër ai që i ka përcaktuar rolet tona. Por mandej mënyra se si ne e jetojmë jetën tonë, si e luajmë ne rolin në këtë jetë, sa jemi të zot si aktor është diçka tjetër. Sepse në fakt as momentet e vështira nuk janë ato që na ngulfasin, edhe na bojnë me undi jo mirë, po në anën tjetër as momentet e lumtura, po mendoj të gëzueshme, nuk janë ato që na japin shumë lumturi edhe duhet detyrimisht me bë të lumtur. Ajo që ka të bëjë me brendësinë tonë është mënyra se si ne i përjetojmë rrjedhat ose ngjarjet e jetës. Nëse ne një çështje të caktuar, një ngjarje të vështirë të jetës e përjetojmë shumë vështirë, atëherë ajo reflekton. Në anën tjetër edhe një gëzim, nëse ne e përjetojmë shumë gëzueshëm, prap ajo reflekton. Domethënë gjithçka është në dorën tonë. Një diçka tjetër që ka shumë rëndësi në jetën e njeriut është edhe lidhja e tij me Zotin, sepse në fakt lidhja shpirtërore ose emocionale me Zotin, edhe mbështetja në Zotin është një lloj udhërrëfyesi që t'jep zgjidhje për secilin çështje, edhe t'jep zgjidhje ndoshta për secilin problem të jetës, qoftë në momentet kur jemi stabil edhe jemi të lumtur, qoftë në momentet më të vështira të jetës kur edhe i humbim njerëzit më të afër që i kemi, e që është një diçka që me të vërtet është shumë e vështirë për me u përballu. Por ai që është i lidhur me Zotin e ka pak më të lehtë, jo pak, po shumë më të lehtë për faktin që në radhë të parë beson në caktimet e Zotit, në radhë të dytë mediton edhe e din që vdekja nuk është fundi, por është vetëm një ndarje e përkohshme, por në anën tjetër ka edhe qëllimin për pritjen e shpërblimit për durim, po në anën tjetër kulmi i gjithë kësaj është shpresa e takimit në botën tjetër. Të paktën, domethënë kështu do të duhej të eshte për secilin që e ka lidhjen e fuqishme me Zotin. Prandaj të dashur shikues, këtë emision ma shumë se llaf do të trajtojmë tema shoqërore,
do të ndajmë përvoja të jetës, të cilat do të na shërbejnë si mësim për njëri tjetrin, do të jemi pozitiv, edhe mbi të gjitha do të jemi vetvetja. Sepse kohëve të fundit shihet një tendencë për të ndryshuar edhe vetveten, për të ndryshuar gjithçka rreth nesh, po ajo që me të vërtetë kemi nevojë është origjinaliteti. Ne jemi ata që jemi, ne jemi këta që jemi. Origjinaliteti, domethënë me mundu me paraqit veten ashtu siç je, është gjëja më e mirë që ish dashur me e pas gjithë secili. Prandaj, unë në më shumë se llaf e kam synim që me ju prit juve, me bashkëbisedu me juve, me nda përvoja, me nda çështje të rëndësishme të jetës në për cilat keni kalu, edhe kur trajtojmë tema të ndryshme, me e marrë mendimin e gjithë secilit që ndoshta jo gjithmonë e ka pasur mundësinë me nda mendimin e tij për një çështje të caktuar, çfarë do qoftë ajo, e çfarë do sfere ose fushe qoftë ajo. Të dashur shikues në më shumë se llaf, mund të kontaktoni edhe një herë për përsëritjen e 046 220022, numrin e telefonit e keni në ekran, por gjithashtu edhe mund të shkruani përvojat tuaja të jetës në po këtë numër. Për ndryshe të dashur shikues, tema që e komendu me e nda bashkë me juve, me fol bashkë me juve, është kujtimet e bukura që i kemi pas gjatë Ramazanit, gjatë ndonjë Ramazanit të agjëruar të jetës, edhe kujtimet e trishta që i kemi pas gjatë ndonjë Ramazani të jetës. Ju presim në 046 220022. Ndërkohë, derisa ta kemi ndonjë telefonues, që po shpresoj që kemi me pas, unë kisha dashur edhe vetë me tregu se cilat kanë qenë kujtimet më të mira të Ramazaneve të jetës time, e që fillojnë prej Veçlis, edhe vazhdojnë tutje mandej deri tek Ramazanët e fundit. Natyrisht të dashur shikues, nuk ka mundësi njeriu mos me përjetu gjëra të ndryshme gjatë jetës, sepse është natyrshmëri edhe vetë qëllimi i krijimit tonë në këtë jetë është me u testu, me u sfidu, me pas momente të mira, me pas momente të vështira. Por janë disa gjëra që neve na ndodhin në jetë e që është e pamundur me qëndru sto ek, sado që dëshira jeme është edhe ish dasht me qenë e gjithë secilit që momentet e vështira të jetës, por edhe ato të lehta të jetës, me i kalu me sportivitet, me e pa gjithçka që ndodh si caktim të Zotit, si një diçka që ka qenë e përcaktuar paraprakisht, sepse ajo që të ka ndodh, thuhet që ajo që të ka ndodh, s'ka mujt mës më të ndodh. Edhe ajo që s'ka ndodh, nuk ka pas mundësi më të ndodh. Do me thonë, gjithçka që neve na ndodh në jetë është caktim, por mandej jo gjithmonë jemi të gatshëm që me sportivitet të marrim gjanat. Kur kam qenë, do me thonë, kujtimet më të bukura që m'japin kënaqësi kur i kujtoj veç mas në Ramazan, sado që Ramazani si muaj është muaj i bereqetshëm, është muaj i kujtimeve të bukura, sepse na mbledh me njëri tjetrin. E shoh që kam një telefonat për mos me humbe inkuadroj, e mandej vazhdoj prapë me historinë e jetës time. Përshëndetje edhe kujt i themi mirë se erdhe, cili është dëgjuesi i parë që na kontakton në më shumë se llaf, që unë me shumë kënaqësi po e pres, edhe i përshëndes të gjithë ata që e kanë nda kohën në këtë muaj të shenjtë me qenë bashkë me neve, sepse koha është thesar, edhe kanë nda prej thesarit të vet me qenë me neve, kështu që i falenderoj shumë edhe për mua shumë kënaqësi. Allo, përshëndetje, kujt i themi selam aleikum. Alo, përshëndetje, selam aleikum. Aleikum selam. Arnora, mirë se erdhe, faleminderit. Fatbardha. Au, Fatbardha, më falë se nuk më rrina me të ndëgju mirë. Fatbardha, faleminderit, mirë se erdhe, përshëndetje edhe urdhë. Qysh pe kalon me Ramazan? Mirë, ka dorë Zotë, mirë shumë. Pe kalon me Ramazan, ndoshta edhe që më ju përshëndet për iniciativen dhe hapën që keni marrë të këtij emisioni, por e tjeti do beshëm për gjithë shoqërinë dhe më përgjithësi për të gjitha femrat, pasi që ti je si një moderatore shkëlqyer femër, ma shumë për mendimin tim i dedikohet femrës. Gjithsesi, faleminderit Arnor. Qysh pe kalon me agjërim? Mirë ka dorë Zoti, mirë këtë ditë të lehta, të fillimit marsit, mirë. Prap të thash Arnor, Fatbardha. Pa e s'prish punë. Fatbardh, a ki diçka me ndo
me neve prej Ramazanave të jetës tënde? Ose sa Ramazana i ke agjëru gjatë jetës, atë kujtohet? Po, ka shumë Ramazana, diku 2 dekada po, janë fiks po mendoj se vjetë është Ramazani 20. Ua, kështu prej zanit u do kështë shumë e re, e pas ke shumë Ramazana. Kam përvoja të mira, se gjithmonë në këtë muajt madhëreshëm që Zoti lëshon mëshirë, lëshon rahmet, që thojmë në zemrat e gjithë besimtarëve, sidomos ata që njëtin e kanë vetëm para se të vi muaji i shejt, kanë qëllimin që të largohen nga ushqimet e të bëjnë agjerim sa më të përkushtueshëm, sa më të devotshëm dhe padyshim që lehtësimet vinë tani gjatë muajit Ramazanit. Fatbarda, mundesh me ofru pak telefonin pak ma shumë, me të ndëgju pak ma mirë, se kom pak problem me të ndëgju. Po, problem. Tash super. Kam përvoja të mira gjatë muajit Ramazanit, si që cika Zoti lëshon mëshirë në këtë muaj, ka lehtësime, ka bereqet, ka atmosferë. Gjithsesi, Ramazanat që i kemi kalu gjatë këtyre 2 dekadave kanë qenë jashtëzakonisht tepër të mira. Nëse moj me nda diçka nga përvoja ime, nga jeta ime, është që ky Ramazan nuk është sikur Ramazanat tjerë në aspektin familjar, se na mungat si vjetë vjehra ime, cila ka qenë me të vërtet një mshtytje, një mbështetje jamja shumë e mirë, si nga ana emocionale, nga ana suksesit, nga ana shpirtërore, nga motivi ditor, javor, jetësor dhe vjetor, më thonë. E ke humb vjerën, ka vdek vjera, Fatbarda? Po. Inshallah Zoti e ka mëshiru. Amin, inshallah. E ku ka ma mirë se me qenë vjerë kaq e mirë edhe mi meritu lutjet e nusës edhe pas vdekjes. Padyshim, 5 kohët e mjetë namazit aja është prezente, në këtë mujtë Ramazanit në mungan shumë, pa e s'mungan lutjet e tona. E lusëm Allahun e madhreshëm që këtë mujtë na i pranën lutjet tona, padyshim gjatë jetës të saj gjatë të 2 vjeqare, padyshim që Allahu ka më marrë në Firdaus atje, sepse jeta dhe vepra e saj ka bo që ju vesh një komunë, po dhe komuna tjera të flasin për ta. E kjo është pak që po na e zbeh Ramazanin, nga ana emocionale, kur po vje koha iftarit, të syfyrit, po prap ne jemi që thëshën gjyshet tona se në ardhë për gjithë këto. Ne jemi njerëz që jemi ardhë me një mision, aja ka përmbyllë misionin e saj në mënyrën më të mirë, kështu që lutë Zotin që me pas na shembull ato, sepse ka qenë një femër 32 vjeçare që ka jap kontribut të madh në komunën e Dronasit, që e njohin gjithë. Kështu që pasi që dhe misioni ju të ke, dashta me nda këtë pjesë, me i motivu femrat, me kanë të mirat, sjellshme, jo veç gjatë muajit Ramazanit, po 12 muajt i vitit, me lënë shembull që shkalla vjera me të unë, për 13 vjetë që kam nda jetë me ta, e falenderoj Zotin që jam pjesë e familjes saj, dhe që vazhdoj t'i kem fëmijët që ka pas një gjyshe si aja. Unë të përshëndes shumë. Fatbarda, jo mos më shkëput, lutna, sa do që më kryove emocion, sepse humbja dikujt nuk është diçka thjesht, është diçka që me të vërtet bën me përjetu edhe pala tjetër. Po nuk është e zakonshme me ndëgju kaq shumë fjalë të mira prej nuseve, veç mas publikisht. Tash po më kujtohet që ke ba dhe postime në rrjetin e Facebookut, më kujtove taman, është shumë pozitivitet, edhe në fakt po gëzona shumë që një mesazh i tillë edhe telefonusja e parë arriti me nda këto me neve. Po qysh po e menaxhon mungesën e vjerës, se po shihet që ke pas një lidhje të fuqishme emocionale. Qysh po e menaxhon që mos më të reflektu të fëmijët, po edhe të bashkëshorti? Ndoshta kur më gjojnë me sy me latë, bus që ishi para tyne, se çfarë gjyshe kam pas, se që shukon aja, na du të me ndjek rrugën e saj, se çfarë gruja ndershme, që kur ajo grus ka ditë me të këqyrë me sy tjetër veç të i kesh, e ka gjithë zgjidhjen e dunjas ta ka pru ty në dorët e tua, kur ti ke dash një sukses, kur shtytja e parë, kur ti ke arrit, ka qenë dorë trokitësja e parë, jo veç për mu si nuse, po për familjen, edhe për
për krejt fshatin edhe për krejt komunën e Drenasit, ajo ka pasë zgjidhje gjithmonë. Gjithmonë se ke problemet e vogla. Duhet me eliminu të mdhaja, duhet me bët vogla, motiv, që në suksesin tem ka ndiku jashtëzakonisht tepërshëm. E tash, koha si fyrit i iftarit lëvizjet në përshpim mungesa veç me lutje, veç të e lutë Zotin, që inshallah ne ka bo halal mundin, oraj që në firdes kërë mu kanë bashk, kërë me knaq bashk, të mundu me ndo ka pak sadaka për ta, që shtot të ju full fëmive, se jam edhe vetë ka gjatë emocionuar, të flasë për ta, emocionuhem shumë. Fatbar, po ma lem për shtypjen si kur po fletë ma shumë për një nanë që është tepër shumë e përkushtume për fëmijë, po në fakt vjera është nanë, për gjithë ata që din me e matën peshore, në fakt është nanë. Ndoshta ma shumë se nanë, sepse pjesën më të mirë tjetës edhe e kalon njeriu me ta, njeriu më të afërt tjetës është vjera ajo që ta jep, po që fatkeqësisht në shoqërinë tonë ka nisë me pas plasaritje këto raporte, e të dëgjosh prej një nusës që flet me kaq shumë emocion për mungesën e vjerrës, që lutet për vjerrën, që jep lëmosh për vjerrën në këtë muaj të pranimit të lutjeve, me të vërtetë është diçka që duhet me u vlerësu, duhet me admiru dhe duhet me përcjell mesazh te gjeneratat e reja që edhe fjalët e vjerrës tane, që pas ka thonë problemet e vogla duhet minimizu, e problemet e mëdhaja duhet me i bë të vogla. Fatbar, unë të falenderoj shumë. Të kërkoj falje që të kom kriju emocion. Jo, unë vetë që dashta me të suportu që themi një gjenerata jonë, unë veç dashta me të dha një shembull, dashta me nda nga përvoja që kom kalu Ramazanet jashtëzakonshëm të mirë, po ky është shumë i thynë. Po lusë Zotin më na falë, se edhe mërzi është pjesë e jetës, emocionet ka njëherë na mashtrojnë. Po më veç dashta me nda këtë pjesë, jam të e kalu një Ramazan të thymë, po me shpresë që shpërblimit e Zotit raporti jam me ta, ka me kanë dritë para Zotit. Këtu ka dhe qëllimi jam që kam jetu me ta, veç kur dalim një ditë para Zotit me kanë faqe bardhë. Kjo kanë ajo që kena jetu 13 vjetë bashkë që njëtën tam i kom vjerë si vitet me dritë, vitet më të ndritë në tjetës tam që i kom kalu me ta edhe që më ka ndihmu një jashtëzakonisht sukseset jetës tam. Fatbar, falimderojt shumë, Zoti t'i rujt fëmijët, t'a rujt familjen, e paqim në shoqërinë tonë nuse të tilla që luten për vjerrat edhe mos i shkojnë ahiret. Zoti të bashkon në xhenet me vjerrën. E miru dëgjofshim, e faleminderit që këndakon me qenë bashkë me neve. Faleminderit gjithashtu edhe ty, të uroj shumë suksesin këtë emision, edhe emisionat tash padyshim ku jeti prezente ato, besoj që më nga suksesi. Faleminderit shumë. Mirëmbëjtje, selam aleikum. Të dashur shikuese, falenderojmë Fatbardhën, me të vërtet na krijoi emocion, po edhe ma tepër na bani përshtypje për jetimet e saj, për humbjen e vjehrës, edhe urojmë që të kemi vjera të tilla që e meritojnë lutjen e nuseve edhe masi ato të shkojnë në ahiret, po në anën tjetër edhe të kemi nuse të tilla që e vlerësojnë punën edhe në kontributin e vjerrës në familje. Fatbardha me të vërtetë e kishte përjetu tepër rënd humbjen e saj, po që nga fjalët, nga rrëfimi që e bëri, e kuptuam që me të vërtetë edhe ajo ka qenë një zonjë e vërtetë, ka qenë një nën e vërtetë për nusën e saj. Me këshillat më bani shumë përshtypje fjala që e kishte thënë, problemet e vogla duhet me i evitu, duhet me i largu, e problemet e mëdhaja duhet me i bë të vogla. Po të dashur shikues, ky kish me qenë një qels i përjetimit më të lehtë të jetës edhe të problemeve ose ballafaqimeve me të cilat na përball jeta. Nëse mrim me të kalu problemet e vogla, atëherë edhe problemet e mëdhaja kanë me u minimizu, sepse gjithçka nis nga diçka e vogël. Edhe bota funksionon fal ideve të vogla, por edhe problemet nisin me diçka të vogël që kur bëhen problemet mëdha, mandej shpesh herë njeriu reflekton edhe thotë çush ka mundësi që
prej një diçkaje kur gjë u bë diçka që kaq shumë e madhe. Ne ju presim edhe juve që jeni pranë ekraneve, të telefononi, të ndani përvojat tuaja në 046 220022. Përndryshe të dashur shikues, në kuadër të Radio Televizionit Iliria, unë moderoj emisionin Rreze, gjithashtu edhe emisionin Ta njohim të vërtetën. Me sa duket e kemi prapë edhe telefonuesin tjetër që është në linjë, e presim me shumë kënaqësi, e po shpresojmë që ka me nda kujtimet e bukura me neve. Unë shoh që edhe të tjerët që kanë shënu, shumica e njerëzve kanë shënu përjetimet të dhëmshme të Ramazanit. Unë po shpresoj që pikërisht ky ka me qenë qëllimi i emisionit, që me i pa gjanat me pozitivitet, me i pa anët e mira në secilën ngjarje ose secilën rrjetë të jetës. Edhe në momentet më të vështira të jetës kur e humbim dikon të dashur, nëse kemi një antar të familjes të sëmur, edhe ndron jetë, ta shohim si mirësi, ta shohim si një fund të dhimbjes, e jo si një ndarje të njeriut të afërt të familjes prej neve. Sepse fundja kish me qenë egoizëm nëse dojmë me pas afër vetës dikon që vuan nga një sëmundje edhe ka dhimbje të vazhdueshme. E presim telefonatën, selam aleikum. Aleikum selam. Mirë se erdhe, të urdhoni. Mirë se ju gjetëm. Faleminderit. Për gëzaj së pare për emisionin. Faleminderit. Allah të kesh shumë sukses. Amin, inshallah. Kush po na dëshiron sukses edhe... Valbona prej Mitrovice. Faleminderit Valbona, dhe unë të falenderoj shumë që e ke nda kohën me qenë bashkë me neve në këto ditë Ramazanit, kur njerëzve ju dhimet koha me ju shku, se konsideroj si shumë të rëndësishme. Që shpo kalon me agjerim? Mirë, faleminderës, elhamdulillah gjithçka është në rregull, si që ceke kohën e kena shumë të bleshme, veçanërisht në këtë muaj të Ramazanit. Mirë, por për me nda një kohë edhe me kontribu në këtë formë për gjithë shoqërinë, veçanërisht për gratë, është shpërblim në vete. Edhe është vepër, inshallah, e cila na shpërblen Allah për këto minuta cilat i kalojmë së bashku. Inshallah, dhe në po shpresoj njëjtë. Valbona, tema që po diskutojmë sot është përjetimet e mira gjatë Ramazanave që i kemi agjeru, ose kujtimet e ëmbla, edhe në anën tjetër kujtimet e trishta që i kemi pas gjatë Ramazanave. A kishe pas dëshirë me nda diçka me neve dhe me ata që po na përcjellin sot në më shumë se lafë? Po, gjithsesi, unë jam gjenerata e pas luftës, ku i kom pas atëherë vetëm 15 vjetë kur ka përfundu lufta në Kosovë. Ramazanin e parë pas luftës e kemi kalu në për shtëpijat huja, në për qiraja. Unë e kam qef fëmiju ma i vogël në familje. Ka qenë një kohë as pak e lehtë për familjen time. Edhe ajo dhimbja në cilën e kam pa në sytë e prindve të mi, humbja e gjithçka që kanë ndërtuar gjatë viteve. Mirë, po falenderoj Allahun që njerëz nuk jena sprovu. Alhamdulillah. Mirë, por ajo dhimbja, sidomos adoleshenca, edhe zinjit e pak ma i ndjeshëm, e kam marrë shumë nga zemra. E kam kërku kërkoja gjeja dikon qëtësi. Gjeja një shërim shpirtëror që ishte në atë kohë të jetë i rënduar. Ramazani i dytë pas luftës, elhamdulillah më gjete me mbulesë. Do me thonë atë prehjen shpirtërore që e ke kërku, e ke gjetë në Islam? Pa dyshim. Do me thonë, isha vetëm 16 vjeçare. Dashuria për Islamin edhe për mbulesën, sfarë është shumë interesant në shumicën e historieve cilat i kam dëgju prej motrave, prej grave, ka qenë që së pari kanë fillu namazet, ndërsa të konë ka qenë mbulesa. Ua, me të vërtet qenë ke rast për më studiu, Valbon. Urna? Qenë ke rast më studiu, sepse mbulesa është diçka shumë e madhe, është me të vërtet një sfidë që është për veten, po edhe për rrethin ku jeton, me vendos mbulesën para se me u forcun pika tjera.
Po, ishte pikërisht mbulesa, gjaja e parë cilën unë e kom përqaf, para se me fillu namazin. Edhe para se me vendos mbulesën, ja kom paraqit prindve, dëshirën temë. Qysh e Mirë pritet? ishin në fillim skeptik. Ka dale, është shkolla, koha e pas luftës, nuk kemi pas shumë gra me mbulesa në Kosovë. Kemi qenë prej tradhave në atë po njerë pas luftës në e dina se si ka qenë situata atëherë. Mirë, por 10 net e fundit të Ramazanit, unë kujtohet, do me thonë, kur kemi hinë në fillim në 10 net e fundit, one isha në shkollë, isha në gjimnaz, edhe i kërkoj babës disa kolla. Edhe shkoj me mbledh një mbules, si sot unë kujtohet gane, atëherë nuk kemi pas shumë zgjedhje. Ka qenë një mbules, një shami 2 pjesë, e bardhë. S'kemi pas tjera zgjedhje. Edhe kom pas një fon, edhe kom pas një pelerin të motrës, e cila është më e vjetër se unë 19 vjetë. Edhe jo mbulu, mas iftarit, pasi që ëndrëm iftar me familje, unë mbulova dhe i dola prindve për para. Kom fillu të qaj edhe kom thonë, unë e kom vendos edhe jam dalë për shpis, paralelisht në prit ke një motër, një hoqës tonë Mitrovicës. Qysh reagun prind? A u bo për emergjencë në njoni, a e pretën kështu me qëtësi? Jo, adesi. Se pe paramendoj babën tem, qysh kish pas me reagun qëtë situatë? Po? Edhe unë e kom dalë, nësi jom mbulu dhe që jom dalë, dhe kom dalë unë jom mbulu dhe jom dalë për shpis, jom nisë për në shku në terapia, me një mikën time. Edhe kom lanë të motra prind, i kom thonë miru të me ta, unë e shkova namaz. Kogja stratege? Po, e kom pregatit një për strategjie me motrën. Kur jam këthy, pas namazit të ravis, të du të ndalën këto. Kur hyra në gjami, kur dola s'pari për shtëpis me mbules, gane për bez, unë edhe tash emocionona dhe pse 25 vite janë me mbules, elhamdulillah, djetor bo 25 vite. Unë e kam po të njëjtë ndjenjë kur e vendosi, si para 25 viteve. Atë qëtësi shpirtërore, atë brengën edhe atë dhimbje që ma ka shkaktu lufta si të gjithë neve, e gjeta në mbulesë dhe e gjeta në namaz. Prej mbulesës më ndej fillove me lexu edhe me kuptu për islamin ma shumë. Nuk e heke më mbulesën prej asaj dite. Jo. Qatë natë e kom në mbulesën dhe qatë natë ja kom njës namazit. Namazi parë ka qenë. Inshallah Zotit ta shpërblen Valbona, një rrugtim me të vërtet interesant. Thash edhe paraprakisht rast për me u studiu, po që pas ke pas fat në shkolla, po atë probleme? Po, gjithsesi, unë u përjashtova nga shkolla, nuk isha mundësi me vazhdu. Pas disa viteve e përfundova me korespondencë, 2 vitet e fundit që më betën, së ne isha vitin e 2 gjimnazit. Edhe, elhamdulillah, ata që ka e kom kërku, e kom gjetë, s'pare të mbuleza tani të namazi. Kjo është një lidhje e veçantë imja me mbulesën. Është diçka që është për të imagjinatës. Edhe besoj që këtë ndjenjë edhe këtë lidhje kena se cila prej neve që jena me mbulesë. Mirë por, kur u ktheva prej namazit, prind ishin të lumtur. Unë kisha frikë se nuk do të më pranojnë. A kanë qenë praktikus të fesë Valbona prind? Jo.
askush në familjen time s'ka qenë praktikues i fesë. Prape kanë respektu vendimin tënë për mbulesën, sepse shumica e vajzave që kemi dasht me vendos mbulesën, realisht jemi përballë me probleme. Prej familjes e deri tek rrethi shoqëror e në institucionet, qoftë kush ka studiu, qoftë kush ka qenë punë, ose edhe në shkollët mesme. E po bën shumë përshtypje kjo gatishmëri e prindve për me respektu mendimin ndryshe. Padyshim, ata kanë pranu mbulesën tanë, edhe që ka qenë ajo mëshira dhe dhurata e Allahut pas fillimit praktikimit të fesë prej anës tem, ka nis nana namazin për një kohë shumë shkurt. Pastaj baba, motrat. Elhamdulillah tash vajzën e kam me mbulesë. Miti kam me namaz. Baba 2 herë ka qenë haq. 1 herë për vetë dhe 1 herë për nanën e tij. Tash jemi një familje kompletuar. Elhamdulillah, motrën tjetër e kam me mbulesë, mbesën e kam me mbulesë. Kështu që ai ka qenë ai filli ku ja ka vlejt jo me thonë sakrificë, po për kushtim. Edhe për mbushje realisht. Butësi, që pas meje edhe familja jeme me qenë pom këtë rrugë, edhe ku pas çdo problemi ata dhe vetë e gjetën qetësinë që i kishim të gjithë si familje, si çdo familje në Kosovë e pas luftës. Valbona, unë të falenderoj shumë për kohën, sepse dok që është i gjatë emisioni, por që në bashkëbisedim me juve po kalojnë minutat shpejt. Për mu ke shumë kënaqësi me e ndëgju storjen tënde dhe më bani shumë përshtypje, domethënë fakti që mbulesa ka qenë praktika jote e parë e fesë, sepse zakonisht fillohet me namaz, me lexim, edhe kalohet në hapat e tjerë. Faleminderit shumë, Zoti trujt, agjerim të lehtë të pranum. Gjithashtu do në suksese, miru dëgjofshim. Faleminderit, miru dëgjofshim. Të dashur shikues, më ra me ndëgju edhe këtë storje interesante. E para dikush që praktikën e parë e ka pas mbulesën, edhe një familje që e pret me shumë sportivitet mbulimin e një vajzës 16 vjeçare, diçka që me të vërtet është për tu habitur, sepse jo të gjithë e kanë pranuar me lehtësi këtë çështje, sepse ka qenë diçka që në fakt mbulesa ka qenë në trojet shqiptare gjithmonë si praktik, por kur kanë fillu me mbulu vajzat të cilat kanë qenë të zonja në fakultete, të zonja në shkollat të mesme, që kanë pas ambicje, kjo sikur ka fillu me kriju një lloj konfuzioni tek të gjithë njerëzit, edhe natyrisht që jemi përballur me sfidat një pas njëshme, e që inshallah ndonjëherë në ndonjë emision tjetër ose në ndonjë seri tjetër të ma shumë se llaf kemi me pas mundësi me diskutu edhe këtë temë. Por i kthehemi prapë te çështja e kujtimeve të bukura të Ramazaneve ose kujtimeve që nuk na kanë bërë unë ndje mirë në Ramazane. Isha duke treguar për veten edhe me këtë storje të vetës po përmbyllim për sot këtë emision. Mu si fëmijë, kujtimet më të mira që i kam gjatë Ramazanit është sofra, nana kur e përgatit ke iftarin. Shpesh herë, kur e bëj iftarin për familjen teme, kujtohet nana të e ba gjellën edhe luga se si e ka përzi qepën, edhe mdoket sikur po e nuhas atë aromë të qepës edhe sot e kësaj dite. Mënyra se si e ka shtru iftarin, kujtohet shpesh herë lutjet që i ka bë para iftarit, që jemi bë bashkë si familje. Më kujtojnë të gjitha të momentet mira që i kemi pas bashkarisht. Si fëmijë gjithmonë, kam qenë e vogla e shtëpisë, edhe e kom pas obligim me ndëgju ezanin, sepse aso kohë nuk kemi pas mundësi me ndëgju në televizor, po as në telefon. E vetmja mënyrë për me ndëgju ezanin ka qenë përmes imamit, përmes muezinit, në fakt,
në minaret të xhamis, edhe unë gjithmonë në katin e dytë të shtëpisë, ndonjëherë në katin e tretë të shtëpisë, sepse fshati ku kam lind edhe jam rrit i ka 2 xhamia. Edhe gjithmonë kom prit me qef kur po ndezen kandilat edhe me bërtit u ba iftari. Kujtohet njëherë kur kam qenë shumë e vogël, që është prej përjetimeve të mia që i kom shumë afër zemrës edhe që i ruaj me shumë xhelozi. Rrallë kom agjeru, deri në vitin e parë të fakultetit nuk kom agjeru, sepse nuk e kom pas bindjen që ja vlen me agjeru, do me thënë nuk kom ditë kur gjë për islamin, e kom pas si kriter tjetës mos me pasu asgjë në mënyrë të verbër, derisa jom bind që me të vërtet ja vlen, fillimisht kom lexu, jom bind, kom fillu namazin edhe bashkë me agjerimin paralelisht tek kur i kom pas 18 vjet. Po si fëmijë ndonjëherë kom agjeru edhe pse kom pas shumë vështirë. Ndonjë ditë, do me thonë, se jo kështu Ramazan të plot. Edhe më kujtohet kam qenë me të vërtet shumë e vogël, ndoshta ka klasa e tretë e fillorës, të i prit kandilat për me undez, në fshat gjithmonë baba ka prej posterm edhe rripat e mishit i kemi terë në tavan të shtëpisë. Edhe prej do më thonë acarit u tërë ke mish ju bëjke tepër i mirë. Unë e prit hoxhën për me thirë rezanin, edhe nikosisht hëngësha mesh sa që mujsha. Do më thonë, pas i den që e kum prish agjerimin. Kur po thret e zani, po vjen iftari, unë me cupt mishit pëlshon në shkallëve të poshtë dhe po vipi u tregoj që u ba iftari. Ata dhe krejt po kish po e shen nana që unë veç e kum përfundu një cupt mishit. Ky ka qenë, do më thonë, ka qenë përvoja ma e ëmël e jetës teme që si fëmi e kujtoj. Edhe, po nuk më thanë kur gjë, më thanë Zotit ta pranoft agjerimin e ke bani vepër shumë të madhe. Sado që baba nuk ka dasht me mlan me agjeru, se kam qenë e vogël, po me gjithatë kur kom insistu shumë edhe i kum arrit qëllimet e mia. Të dashur shikues, unë ju falenderoj të gjithëve që ishit bashkë me neve, të gjithë që ndatë kohën me qenë në këtë edicion të parë të Ma Shumë Se Llaf, po shpresoj që bashkarisht kemi me trajtu tema të dobishme, kemi me përfitu prej ngjarjeve të jetës të njëri tjetrit, kemi me mësu me i menaxhu qoftë momentet e mira, qoftë momentet e vështira, kemi me trajtu edhe tema që janë në interesin ton, edhe kemi me mundu që bashkarisht me bë ndryshime për të mirë në këtë shoqëri. Ju falenderoj shumë edhe njëherë që e keni nda kohën me qenë me neve, agjerim të letë të pranuar, deri të ejtën tjetër, mirëmbëjtje e mirupafshim. Faleminderit shumë.